Jemi në ambientet e ndërmarrjes publike, parqe dhe gjelbërim këtu në komunën e Tetovës. Gjatë ditës së sotme që në mëngjes kemi marrë telefonata nga punëtorët, të cilët ankoheshin se 14 muajt e fundit janë pa sigurim shëndetësor, ndërkaq pagat e tyre mungojnë për 3 muaj. Edhe pse komuna ndajti miliona denar për këta punëtor, ata thonë se këta para nuk i kanë. Në më thonë, para vitit 3, neve kryetari komunës në premtoj se di pagesat i boje mbrenda janarit edhe shkurtit. Mbi gjitha edhe pagesat ta sigurime shëndetësore. Në më thonë, sigurim shëndetësor, ne s'kemi afër 14 muaj. Projde januar, projde nova godina, do januar, do februar, nema ništa. I jednostavno toliko možemo da izdržime, zato je, nije sme dojdeni tu kada rabotime. E përveç saj, fatkeqësisht, edhe pas 4 viteve të kryetarit të komunës së Tetovës, Bilal Kasami, ata ditën e kalonin në këtë ambient. Ashtu siç mund të shihni, përveç ormacit, në këtë ambient nuk ishte asgjë të re. Ndërkaq, punëtorët 4 muaj vijojnë të presin pagat e tyre dhe 14 muaj nuk kanë sigurim shëndetësor. Për detajet e tjera do të ndiqni edicionin qendror të lajmeve në Klan Maqedoni dhe do të jemi drejt për së drejti në Tetova sot.